Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Në puntatën e fundit të pak nga gjitha kam kënaqësinë të kem të ftuar një mjek, një profesionist të vërtet, ndoshta ndër më të mirët që kemi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Dhe është fat që prej disa muajsh ai vjen në qytetin e Korçës për të vizituar pacientët e tij, të cilët kanë problematika me zemrën. Kënaqësi për mua që sot do të flasim për problematikat e zemrës me një profesionist të vërtet si profesor doktor Edvin Priftin. Doktor, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Është hera e parë që vjen në ekranin ton, por kënaqësi që prej disa muajsh ju vini në një prej klinikave private të këtij qyteti për t'ju dhënë mundësi të gjithë pacientëve nga Korça, ndoshta edhe për te qytetit, për të biseduar me ta, për të konsultuar për problematikat shëndetësore që kanë të bëjnë sigurisht me zemrën. Për gjithë ata që ndoshta nuk kanë dëgjuar, po besoj do jenë shumë pak ata persona që nuk e njohin profesorin. Ka përfunduar fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës me medalje ari, është specializuar në Universitetin e Sienës në Itali për kardiologji dhe 2 vite më vonë u transferua në Universitetin La Sapienza në Rom. Ka zhvilluar një master në kardiokirurgji pediatrike, është pedagog në Universitetin e Tiranës nga viti 2008 dhe shef i shërbimit të kardiokirurgjisë. Ndërkohë, profesor Edvin Prifti është fituesi i çmimeve më të rëndësishme shkencore në fushën e kirurgjisë kardiotorakale. Ndërkohë, profesori ka punuar për 12 vite në Europë dhe në Amerikën e Veriut dhe siç e theksova, prej disa muajsh vjen edhe në qytetin e Korçës. Vjen në fakt në studio pas një numri të konsiderueshëm vizitash me pacientët e qytetit të Korçës. Doktor, duke u referuar ditës së sotme që ka qenë një ditë shumë e ngarkuar, ashtu siç ndodh gjithmonë kur vini në qytetin ton, cilat janë problematikat më të shpeshta që hasni ju kur vizitoni pacientët? Po, në radhë të parë më lejo që të them arsye pse unë para më shumë se 6 muajsh vendosa që të jepsha një lloj kontributi në Korçë. E para sepse jam kolonjar me origjinë. E dyta kisha dhe sigurisht që njeriu ka dhe afeksione të tilla të veçanërisht ne kolonjarët që jemi, pavarësisht se mund të kemi 10 vjet që edhe prindrit mund mos kenë lindur në kolonjë, por gjithmonë e kemi atë empatinë e të qenurit kolonjar dhe të thënit gjithmonë që jemi nga kolonja. Por përtej kësaj, shumë pacient të operuar prej me nga kjo zonë gjithmonë më kërkonin e kemi të vështirë ose se sigurisht jo gjithë pacientët mund të udhtojnë. Ka prej tyre që janë në një situatë jo të mirë dhe ka nevojë edhe për ndjekje nga afër. Dhe u bë sebeb një arsye më shumë, një njohuri im që më nxiti në lidhje me këtë dhe që atëherë njëherë në 2 javë, njëherë në 3 javë, unë mundohem që të vijë dhe të shikoj pacientët, jo vetëm pacientët e mi, por kush ka nevojë. Pavarësisht kësaj se kjo është një klinikë private, unë kam bërë tentativat për hir të vërtetës edhe t'i afrohem dhe spitalit publik. Në kuptimin që nëse ata ju kam marrë në telefon, i kam takuar që nëse ka nevojë për ndonjë sugjerim, për një mendje më shumë të themi, se sigurisht shumica e pacientëve që të smur ose që ka nevojë për diagnozë ose për trajtime të mëtejshme sigurisht që vinë në Tiranë. Por që mbase mendoj unë nga ndonjëherë është më mirë që disa mendje më shumë ose një input më shumë bën veç se mirë apo jo. Nuk është se një bashkëpunimi është tepër e nevojshme. Kështu nuk ka munguar nga ana ime edhe ky element, por sigurisht duke qenë se unë vi gjatë weekendeve dhe kolegët e mi në spitalin publik mbase në weekend nuk janë në aktivitetin e tyre të përditshëm dhe nuk më është dhënë rasti ose nuk kam patur kërkesa që eventualisht në një pacient që mund të ketë nevojë për një këshill më shumë ose për një sugjerim më shumë në spitalin publik të jetë kërkuar ndihma ime. Gjithsesi, shumica në Korça, ashtu sikurse edhe shumë zona, distrikte të tjera të Shqipërisë kanë nevojë kanë mungesa të qarta të burimeve njerëzore në radhë parë, të atij sistemit kapilar që duhet të ketë shëndetësia në një vend të zhvilluar dhe kjo nuk është se mungon vetëm Korçë, mungon edhe në Tiranë.
të një kulture të kontrolleve të vazhdueshme që njerëzit duhet bëjnë, atyre që tani e kuptoj edhe nga problematikat që ka ndodhur në Shqipëri, ky termi check-up ka marrë një konotacion negativ, por nuk duhet jetë kështu. Check-upi duhet jetë ose ai kontrolli rigoroz i vazhdueshëm edhe i njerëzve që nuk kanë vuajtur ndonjëherë, është më së i domosdoshëm për të prevenuar, për të parandaluar evente të cilat nga ndonjëherë mund të jenë dhe fatale. Dhe ashtu sikurse e dim, dhe njerëzit më të zakonshëm e din, zemra është organi më tinxar që ka trupi ynë. Është ai organ që burra, kryesisht burra, edhe të rinj në mosh, edhe 35 apo 40 vjeç, ka ndonjëherë ndodhi infarkti duke pirë një kafe në një bar, edhe njerëzit thonë i ra, pati atak në zemër dhe vdiq, pa patur asnjë lloj simptomi apo asnjë lloj shenje precedente. Por në fakt, doktor, zemra nuk na paralajmëron ne? Zemra kur ndodh diçka, pra zemra gjithmonë arima i të jetë një lloj sinjalizuesi në trupin ton? Zemra gjithmonë paralajmëron. Gjithmonë paralajmëron. Dhe ky paralajmërim, pavarësisht se neve mund mos jemi të vëmendshëm apo mos ta marrim seriozisht atë lloj paralajmërimi. Por gjithmonë paralajmëron dhe fatkeqësia është kur nuk arrin njerëzit, nuk i kushtojnë rëndësi disa ndryshimeve edhe pse të vogla, për të parandaluar sëmundjen e tyre dhe aq më tepër vdekjen nga ataku në zemër. Dhe si funksionon? Zemra në të vërtetë ka një komunikim shumë të qartë me trurin. Nga ndonjëherë jep dhimbje dhe i thot trurit unë kam një problem. Nga ndonjëherë jep aritmi, ritëm të çrregullt. Nga ndonjëherë mungesë në frymarrje, nga ndonjëherë lodhje. Të gjithë to me simptoma të shprehura apo më pak të shprehura janë komunikimet që ky motor i jashtëzakonshëm që ka prodhuar natyra tek njeriu të komunikojë me trurin për t'i thënë që ore un kam një problem. Po e banalizoj po në mënyrë që të jetë sa më e kuptueshme. Dhe atëherë truri, që është pjesa e ndërgjegjes son, që duhet kujdeset për gjithë trupin ton dhe jo vetëm, ai duhet marrë masa se çfarë duhet bëj, si duhet ta kontrolloj etj etj. Sot inteligjenca artificiale për shembull arrin të identifikojë problemet në zemër 4 ditë përpara se sa ato të ndodhin. Pra, në rast se neve kemi një organizëm njerëzor i cili është i lidhur, i monitoruar nga inteligjenca artificiale, ajo vetë arrin të identifikojë atakun 4 ditë përpara se sa ndodhi. Një event të rëndësishëm, sepse ju e kuptoni që sot inteligjenca artificiale përdoret gjithandej, do përdoret gjithmonë dhe më shumë, por në mjekësi ka një evolucion të jashtëzakonshëm. Ka evolucion në trajtimin e smurëve, sot për shembull ka spitale të tëra kryesisht në Azi që nuk ka më, domethënë ka shumë pak infermier, po përdoren robotët infermier, kemi robot mjek etj etj, të cilët punojnë 24 orë, në ndryshim nga një mjek human, njerëzor, i cili ka orarin e vet dhe pastaj kur kalon në lodhje dhe te lodhje rritet probabiliteti që ai të gaboj, roboti jo, roboti punon 24 orë. Pavarësisht se është akoma e pakuptueshme sot edhe për mua vetë, se si mundet t'ja lëm jetën tonë në dorë një makinerie. Por gjithmonë unë i them edhe studentëve të mi që unë 4 vjet përpara përfundova një master në inteligjencën artificiale mjekësore, kisha kohë të lirë në atë periudhë, sepse më pezulluan nga profesioni për një periudhë kohore, dhe më thash unë duhet ta shfrytëzoj këtë kohë dhe u mora me inteligjencën artificiale mjekësore. Dhe ju them studentëve, shikoni, them, mos ju duket çudi, 50-60 vjet përpara prindrit tan shkonin në blinin, bënin pazarin, edhe ajo shitja jo bënte me dorë, edhe bënte llogarin me një mbase maksimumi me një makinë llogaritse të thjeshtë, ju thoshte do paguani kaq. Ndërkohë që ju shkoni sot në supermarket, hidhen gjërat që do blini, ajo është gjithçka automatike dhe ju nuk e vini më në dyshim nëse kjo është e saktë apo jo. Është e njëjta gjë, do vinë mbase do doj pak kohë, por gjërat kanë një evolucion të jashtëzakonshëm çdo ditë dhe neve vetë do jemi ata që do e pranojmë këtë realitet të ri.
por gjithmonë është e vështirë të pranosh diçka të re. Padyshim. Doktor, ishim duke folur pikërisht për situata të ndryshme kur dikush nuk e kupton se çfarë ndodh ne jemi neglizhent shpeshherë për shenjat që na jep trupi, për sinjalet që na jep trupi dhe kështu ndodh edhe me zemrën, me motorin ton. Por ajo që kemi vënë re, madje e them edhe mbi edhe një javë më parë në qytetin ton, një djalë shumë i ri, shumë aktiv, ish valltar i ansamblit Skënderbeu, humbi jetën krejt papritur. Dhe përfundimet ishin që ai psoi një atak. Duket që ataku në zemër tashmë nuk bën më zgjedhje. Zgjedh çdo lloj grup moshe. Pse janë rritur ndjeshëm vitet e fundit të rastet e të rinjve, të cilët preken nga ataku i zemrës dhe menjëherë pra psojnë vdekjet menjëhershme. Gjithmonë ka ndodhur kjo dhe më përpara, ka vdekur, domethënë, ataku në zemër ose infarkti miokardit akut, infarkti akut i miokardit ka ndodhur dhe në mosha të reja. Por, juve me të drejtë, keni drejtë kur thoni që vitet e fundit kemi një rritje eksponenciale në moshat e reja dhe duhet të ketë një arsye. Tani, cilat janë arsyet, domethënë ai që ne i themi ataku në zemër ka dy forma. Ka formën e infarktit akut miokardit, i cili shkaktohet nga mbyllja e arterëve koronare, pra vetë zemra ka disa artere të cilat e furnizojnë ato me gjak, se ajo ka nevojë për gjak. Ajo me vërtet pompon gjakun për gjithë trupin e njeriut, po 20% e kësaj sasie gjakut, çdo minutë ajo e ka nevojë për vete që të ushqej muskulin, këtë organ vital. Zemra e një mashkulli adult është gati 1.4-1.5 kg, nuk është një gjë e vogël. Dhe ka nevojë për një ushqim në sasi të madhe. Në momentin kur njëra prej këtyre arterëve koronare mbyllet, atëherë në këtë moment fillon infarkti akut i miokardit. Kjo është njëra arsye që ndodh vdekja nga ataku kardiak. Është një arsye tjetër edhe pse pak e neglizhueshme edhe në ambientet, edhe në opinionin publik, është çarja e aortës. Një çarje e aortës e cila mund të jetë menjëhershme dhe nuk t'jep kohë, 2 minuta njeriu vdes, nuk arrin do të shkojnë në spital, ashtu sikur se mund të bëhet një çarje e pjesshme e murit të aortës, që quhet diseksion aorte, dhe pacienti duhet shkojë menjëherë në spital dhe të operohet në emergjencë, sigurisht me një janë operacione me risk jashtëzakonisht shumë të lartë. Ndërkohë kjo është për diseksion e aortës, për infarktin akut miokardit, në momentin që ai fillon, pacienti duhet shkojë menjëherë në një spital me hemodinamik për të kryer koronarografin dhe eventualisht për të vendosur unazat, stentet, ose në rast se ato dështojnë të i nështrohet atij operacionit në zemër që quhet bypass në gjuhën e opinionit publik, në gjuhën e zakonshme. Por sigurisht këto janë procedurat të cilat duhen kryer brenda 6 orëve. Mbas 6 orësh, 8 orësh, domethënë edhe nëse njeriu nuk vdes nga infarkti akut i miokardit, sepse kemi raste që ataku infarkti mund mos jetë vdekjeprurës. Por ai ndryshim, ajo nekroz, ajo vdekje e asaj pjesë të zemrës është tashmë irreversibël. Nëse ndërhyrja bëhet brenda 6 orëve, është e sigurt që është reversibël. Kjo është arsyeja pse në vendet e Komunitetit Evropian, për shembull, ekzistojnë disa protokolle që në zona urbane duhet një hemodinamik në një rreze me 50 km. Pse? Sepse ka një arsye logjike që nëse ti banon brenda kësaj rreze, ke kohë që për gjysmore të shkosh edhe të marrësh trajtimin e emergjencë brenda 6 orëve të para. Dhe në këtë rast të dëmi që shkaktohet është totalisht reversibël. Tani të kthehemi tek pyetja juaj. Sigurisht vërehet, sidomos në vitet e fundit, jo vetëm në Shqipëri, nuk është vetëm fenomen shqiptar, bile në Shqipëri mund të jetë më pak e theksuar. Në vendet të tjera, kryesisht të shtetet, domethënë të vendet të zhvilluara, të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Komunitetit Evropian, vërehet një rritje eksponenciale e vdekshmërisë në moshat e reja. Vërehet një studimet statistikore tregojnë atë që kemi një rritje të excess death ose vdekshmëria shtesë që quhet, që do të thotë që nëse një popullat, Shqipëria, shqiptarët për shembull, kanë në 10 vitet e fundit
kanë 20.000 vdekje në vit, kjo është shifra pak a shumë, 18, 19, 22, pra në këto shifra lëvizim. Atëhere, në 4 vitet, 5 vitet e fundit, nuk është më 20.000, po është 25.000. Kjo pjesa 5.000 quhet vdekjet shtesë, që nuk ndodhin më përpara. Dhe kjo ndodh në gjithë vendet e Komunitetit Evropian, në vendet e zhvilluara, dhe janë bërë studime tashmë. Është një studim kanadez shumë interesant, i cili tregon merr në analizë 126 vende të globit, nga vendet më të zhvilluara, me një popullat prej gati 2.6 miliard banorësh, pra është 1/3 e popullatës planetit, dhe ata verifikojnë dhe identifikuan që në vitin 2021 deri në vitin 2022 në botë kishte në këto vende kishte 31 milion vdekje shtesë. Dhe 16.8 milion prej tyre ishin vdekje nga komplikacionet nga vaksinat e Covidit. Dhe janë studime tashmë të mirëfillta se çfarë ndodh me pacientët e vaksinuar me vaksinat e Pfizerit, AstraZenecas, Sputnik, Johnson & Johnson, pra gjitha këtyre vaksinave që janë vaksina gjenetike, dhe një prej prej këtyre i kanë tërhequr nga tregu, sikur se ju e dini, duke filluar nga Johnson & Johnson, AstraZeneca e tjerë, i kanë tërhequr nga tregu, sepse rezultatet ishin të jashtëzakonshme, po mbasi u injektuan në miliarda njerëz, jo në miliona, por në miliarda, dhe është tashmë janë studimet që ka një lidhje të drejtë për drejtë, bile kryesisht për moshat e reja janë studime nga izraelite, të cilët evidentuan, është një studim shumë interesant izraelit, i cili merret pikërisht me këtë çështje, i cili shikon dhe verifikon një rritje eksponenciale të vdekshmërisë të burrat e rinj, kryesisht të burrat e rinj, dhe i mund t'ju shpjegoj pse burrat dhe jo gratë, që një rritje eksponenciale në moshat nën 40 vjeç, gjë që ishte komplet e ndryshme me para vitit 2020. Tani pse preken më tepër meshkujt dhe jo femra? Sepse në moshat 35-40 vjeç, nëse krahasojmë grupin e meshkujve 35-40 vjeç me grupin e femrave 35-40 vjeç, femrat në këtë moshë janë akoma menstruante. Nuk kanë kaluar në menopauzë, janë femra aktive, vajza ose gra, aktive, dhe janë totalisht të mbrojtura nga estrogeni. Sigurisht ato kanë probleme shumë të tjera dhe akoma dhe më grave se meshkujt mbas menopauzës, por në këtë periudhë, në këtë grup mosh ato janë të mbrojtura. Kështu që këto vdekje të menjëhershme në mosha të reja verifikohen kryesisht në meshkuj, jo 100% rasteve, por në përqindjen më të madhe tek meshkujt. Dhe pikërisht këto vaksina ose efekti i këtyre është lidhur drejt për drejt si me infarktin, me rritjen e incidencës së infarktit akut miokardit, për shkak se këto vaksina e detyrojnë organizmin të prodhojë një proteinë të koronavirusit që quhet proteina spike, dhe proteina spike është shumë inflamatore. Duke qenë shumë inflamatore, nxit procesin e krijimit të trombeve brenda në arteriet koronare, ashtu sikurse dhe nxit çarjen e aortës. Kështu që këto janë tashmë fatmirësisht kanë dalë nga ajo pjesa e të dhënave të klasifikuara që mund të ishin 4 vjet më parë, dhe sot janë tashmë publike për t'i treguar, për t'i dhënë një arsye njerëzimit për të kuptuar situatën në të cilën ndodhet. Profesor, ju keni pohuar, pasuria më e madhe jona janë kodet gjenetike. Janë dëmtuar kodet tona gjenetike, profesor? Për këtë afirmim, kodet gjenetike, jo vetëm të njeriut, po të gjitha specieve, janë ato të cilët janë projektuesit e jetës në këtë planet. Pra, unë do i shikoja që çdo njëri prej nesh është hologram, është një efekt pasqyrë i kodit të vetë gjenetik. Aq i rëndësishëm është ky kod, se nuk është vetëm për jetën aktuale tonën, ose të një individi. Sigurisht është e rëndësishme për mua, për ju, për secilin prej nesh. Por kodet gjenetike kanë
në këtë moment janë po aq të vlefshëm sa edhe shëndeti i gjithë secili prej nesh. Po kur mendojmë jetën në planet, jetën e specieve, pra që do të thotë breza e breza të tërë mbas nesh, ato marrin një vlerë të jashtëzakonshme për ecurinë e jetës në këtë planet. Dhe ecurinë e specieve, edhe të çdo specie, nga më e thjeshta deri tek më e komplikuar që mund të jemi neve. Me kaq sa dim deri tani, mendohet që njeriu është specia më komplekse, po mbase kjo nuk mund mos jetë aq e vërtetë. Mbase studimet e tjera mund të tregojnë më vonë mund të tregohet e kundërta. Po deri tani neve këtë mendojmë. Kështu që padyshim që kanë një rëndësi shumë madhe. Tani, a janë ndryshuar a nuk janë ndryshuar? Unë mendoj që po. Nuk ka akoma një evidencë edhe një uniformitet të mendimit shkencor botëror mbi këtë çështje. Po çfarë ndodh me materialin ton gjenetik? Materiali jon gjenetik, që neve jemi i përkasim një specie që quhet Homo sapiens, ose njeriu. Neve mendohet që jemi krijuar, ose ADN-ja jon, materiali jon gjenetik, është krijuar gati 35.000 vjet më parë. Sot kur e studiojmë këtë material gjenetik, dhe mendohet që ne kemi ardhur nga Neandertali, nga një njeriu majmun, të themi. Në të vërtetë njeriu majmun ishte para Neandertalit, por Neandertali ishte pasardhës i tij. Në të vërtetë çfarë tregojnë studimet e gjenetike të sotme? Studimet gjenetike tregojnë që kodi jon gjenetik është më shumë virus se sa Neandertal. Pra, afërsisht 10% e materialit ton gjenetik është virus, dhe ndërkohë 8% është materiali gjenetik në Neandertalit. Tani çfarë ndodh me njeriun ose me kodin gjenetik njerëzor? Çdo moment që neve bijem në kontakt me viruset, pjesa dërmuese e tyre, këtë e ka krijuar natyra. E vetmja mënyrë që të bëjmë ndryshimet e kodeve gjenetike të specieve është nëpërmjet viruseve. Pavarësisht se viruset janë midis asgjës, pra midis të vdekurës dhe të gjallës. Pra viruset nuk mund t'i thuash është i gjallë. Jo. Virusi është një material gjenetik shumë i vogël, i cili jeton midis asgjës dhe gjithçkaje. Viruset janë të krijuar në mënyrë tillë që të kenë një rezistencë të jashtëzakonshme. Imagjinoni, kemi viruse aliene në meteor, të cilët jetojnë në minus 300 gradë në univers, kalojnë atmosferën tonë në plus 2000 gradë, dhe rezistojnë sërish. Dhe kur vinë në tokë përsëri, ata ekzistojnë. Pra, natyra ka krijuar një kompleksitet të mbrojtjes së tyre të jashtëzakonshëm. Dhe pse e bën këtë? Sepse mbron materialin gjenetik të tyre. Në momentin kur bijem në kontakt me këto viruse, kodet tona, ata lejnë një pjesë të materialit gjenetik tek neve. Ky material mund të implementohet, mund bashkohet me tonin, mund mos bashkohet. Por ama gjithjeta e njerëzimit është një evolucion i këtij bashkimi. I këtyre bashkimeve, më mirë. Tani, kur këto ndodhin në mënyrë natyrale, kur ndodhin në mënyrë të natyrshme, njeriu gjatë jetës vet, prindrit e tij bien në kontakt me smundje ndryshme, interagojnë me ato dhe mundet të kemi një ndryshim të materialit ton gjenetik, por ky vjen në mënyrë të natyrshme. Pra një lloj rikuperimi. Dhe të adaptueshme. Në momentin kur neve vendosim për një arsye ose i tjetër, siç është rasti i vaksinave, që është terapi gjenetike e mirë fill, dhe duam të bëjmë një gjë të tillë, neve e kemi pas bërë identik 22 vjet më përpara, bënim të njëjtën terapi, po për pacientët terminal të smur nga zemra që do bënin një operacion të madh në zemër, dhe duhet bënim këtë terapi gjenetike kirurgjikale për të përmirësuar situatën e zonës së infarktit. Pra ishte çdo gjë e kontrolluar dhe jo vetëm e kontrolluar, por nëse pacienti kishte një format 2 flet për të firmosur për rreziqet e operacionit, që jepte konsensusin, për këtë terapi gjenetike ishte 12 flet. Aq e rëndësishme dhe aq e panjohur ishte ajo. Kështu që dhe mendjelehtësia për të bërë terapi të tilla në shkallë të gjerë,
në shkallë të gjerë, njerëzve të shëndetshëm, ka një pikpyetje shumë të madhe. Tani, sot, mendimi i shkencës nuk është uniform. Nëse këto vaksina që u përdorën, apo dhe vaksina tjera që po mendohet të përdorin, të njëjtit format, ndryshojnë apo jo materialin gjenetik të njeriut. Por pjesa dërmuese e tyre ka të dhëna, sidomos disa studime suedeze, të cilët tregojnë që materiali gjenetik i njerëzve që kanë bërë Pfizer, se ata që kanë bërë AstraZeneca, Sputnikun, padyshim që ka ndryshim material gjenetik, se janë vaksina me ADN. Ndërkohë që prodhuesët e Pfizerit thoshin, jo, sepse kjo është ARN, dhe ARN-ja nuk është në përtham, dhe nuk transmetohet nga brezin në brez. Mirë po, e vërteta është që neve kemi, çdo njeri prej nesh ka disa enzima që quhet ARN reverse transkriptaza, ose ajo që e kthen ARN në ADN. Dhe ai me të vërtet i vendos një material gjenetik me ARN, por organizmi jon ka kapacitetin për ta kthyer atë në ADN dhe për ta implementuar brenda bërthamës. Në momentin që e fut brenda bërthamës vet, ajo është e trashëgueshme. Ai ndryshim është i trashëgueshëm. Pra, me pak fjalë, në qoftë se ke bërë një prej këtyre vaksinave, në qoftë se përpara vaksinave, materiali ynë gjenetik është X, tani është X plus diçka tjetër. Se çfarë mekanizmi, se çfarë efektesh, konsekuencash kjo mund të ketë për njeriu në të ardhmen, kjo është një pikpyetje që do ta mësojmë gjithë bashkë duke jetuar. Dhe natyrisht që do ta mësoni ju të parët, profesionistët dhe ju që studioni shkencën e mjekësisë. Profesor, i rikthehemi zemrës, motorit ton. Unë kam lexuar shumë për ju dhe lexoj shpesh edhe komentet për ju, dhe të gjithë ish pacientët tuaj apo të afërmit të tyre arrin në të njëjtin konkluzion dhe me të njëjtin emërues. Ju konsiderojnë, ju cilësojnë një duarart. Ju besojnë zemrën e tyre, ju besojnë zemrën e të afërmve të tyre. Tani pyetja është drejt për drejt. Deri ku mund të ndërhyet në zemrën tonë? Nuk ka limit. Nuk ka limit. Nuk ka limit. Arrin dot ne në Shqipëri? Jo. Ta bëjmë një gjë të tillë? Ne në Shqipëri arrim deri në një nivel të caktuar që deri përpara 5 vitesh neve arritëm që të realizonim gati 85% të ndërhyrjeve që duhen bërë në zemër. Por sigurisht ka një 15% dhe mbase është 15% që më i rëndësishëm, sepse janë ato trajtime që bëhen për të smur terminal, dhe ku duhet edhe teknologjia më e avancuar, që do të thotë terapit në zemër fillojnë që nga terapi konvencionale, tradicionale, kirurgjikale deri tek robotika. Jo më larg se unë e botova dhe bile dhe dje e botova në Facebook që në Shtetet Bashkuara të Amerikës përpara 3 ditësh u realizuar, në fakt përpara 3 ditësh u publikua, po u realizuar për herë të parë transplanti i zemrës me robot. Domethënë shkallë gama e këtij 15% që ka të bëjë me zemrat artificiale, me device-et, me kontrollin në distancë të një zemre artificiale, apo me robotikën kardiokirurgjikale sigurisht, apo me terapi gjenetike kirurgjikale, apo me stim me qelizat burimore, e shumë të tjera, janë terapi të cilat ka nevojë për një teknologji shumë të avancuar, ka nevojë për investime, nga ndonjëherë nuk duan edhe shumë investime, nuk është dhe ka gjë vërtet kjo që thash, po sigurisht që kur ka nevojë për terapi të tilla, ka nevojë për një backup të sistemit të jashtëzakonshëm. Pra nuk mund të kuptosh një shëndetësi të pazhvilluar me pacientët të cilët bëjnë, domethënë i nështrojnë zemrës artificiale. Dhe unë mbaj mend që ne ishim gati ta bënim një projekt të tillë, të vendosnim 2 zemrat e para artificiale, kjo për shkak të një vajze të re, 18-19 vjeçë, dhe më besoni është një gjë tragjike të shikosh një smundje të tillë. Dhe çfarë ndodh?
ndodh edhe më përpara, po sidomos tani mbas vaksinave ndodh edhe më shpesh, sepse është një sëmundje që quhet miokardit. Njeriu më përpara kalon dhe një grip të thjesht, banal, e sidomos djemt dhe vajzat në këto mosha përllogariten 30 deri në 35 raste të tilla çdo vit vetëm në Shqipëri, të cilët shkojnë menjëherë në insuficiencë kardiake. Pra, ky infekcion viral atakon muret e zemrës dhe ajo bëhet insuficiente. Nuk funksionon në zemra. Nuk funksionon dhe që do thotë duhet patjetër t'i bëhet një transplant? Destini i tyre është vdekja, vetëm në rast se, dhe shiko, ne themi, mund ta themi me shumë qetësi, po është një gjë tragjike të kesh një fëmijë 18-19 vjeç, apo një vëlla apo një motër, edhe domethënë pasi lloj anomalie, pasi lloj sëmundje, ta shikosh në atë gjendje dhe pastaj të takosh këta mjek të cilët i heqin të gjitha shpresat. Dhe mbesoni është shumë e rëndë për familjarët, padyshim, për pacientin, po është shumë e rëndë për ne. Dhe i nisur nga kjo gjë, unë atëherë kërkova që të bliheshin 2 zemrat e para artificiale. Të ishte kjo vajza. Arritëm, biseduam me kompanit, se nuk kanë në Shqipëri, dhe i ofruan qeverisë shqiptare të çmime jashtëzakonisht shumë jo më të ulta se që shisin në Evropë. Fillimisht unë doja të blija një, po nëse një nuk funksionon dhe pacienti është në sallë, duhet gjithmonë një rezervë. Ishim të detyruar të merreshim 2 dhe bën një çmim jashtëzakonisht shumë favorshëm, bëhej fjalë për 65.000 euro, asgjë më shumë. Dhe nuk e blen në fund fare. Nuk u arrit të realizohet. Do thotë shëndetësia jone ende nuk është gati për investime të tilla, duke i konsideruar ato shumë të mëdha për të shpëtuar jetën e njeriu. Unë mendoj që përpara jetës nuk ka vlerë as shumë. Nuk ka vlerë. Dhe veçanërisht kur bëhet fjalë për të rinj të tillë që e kemi jo për detyrë, po është maksimumi i detyrës që duhet të kemi. Por fatkeqësisht sot e kësaj dite kjo gjë nuk është. Doktor, kam parasysh një ngjarje të ndodhur edhe kjo pak ditë më parë kur 2 prindër shqiptarë në Greqi i falën zemrën të birit, i cili u mbyt aksidentalisht në një lumë në Greqi, falën zemrën në një spital të Greqisë. Nuk besoj se nuk funksionon kështu. Zemra, domethënë mbase dëshira e babait kam dëgjuar këtë lajm. Mbase dëshira e babait në atë dhimbje që ka ndjerë etj. Zemra nuk mund të falet në momentin që ka pushuar. Për këtë do të pyesja, a mund të rezistojë? Jo, atëherë transplanti i zemrës që neve në përgjithësi jemi një vend oriental. Vendet orientale kanë një çik të vështirë të pranojnë dhurimin e organeve në përgjithësi dhe jo dhe për më tepër të zemrës. Sepse që zemra të jetë transplantueshme, duhet që pacienti, që zemra të jetë duke rrahur, tensioni i gjakut të jetë normal, por ka aksidente të cilat truri ka vdekur. Pra, bëhen gjithë ekzaminimet dhe kur truri ka vdekur, nuk funksionon më, atëherë zemra dhe organet e tjera janë të transplantueshme. Po zemra e ka të domosdoshme të jetë në këtë fazë, ndërkohë që për organet e tjera mund të jenë edhe post-mortem, pra edhe mbas vdekjes jo shumë gjatë. Po e rëndësishme, po për gjithë transplantet janë më efikase kur janë të gjalla, në kuptimin truri ka vdekur, por organizmi vazhdon edhe jeton. Dhe në Shqipëri është çike vështirë të realizohet kjo, sepse ne kemi një mjekësi, në konsideratën time, njerëzit bëjnë mjekët dhe infermierët, pra gjithë punonjësit bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, njerëzit të nuk e kuptojnë, po ata që janë trajtuar ndonjëherë dhe jashtë kanë filluar dhe ta kuptojnë. Me kaq sa kemi në dorë, se sigurisht e mira s'ka fund, po edhe e keqja s'ka fund. Por kur vjen puna dhe njerëzit nga një formë mosbesimi që kanë, nuk e kanë mosbesimin vetëm te mjekësia shqiptare, e kanë te rruga, te energjia elektrike, te qeveria, te gjithë. Dhe gjithmonë njeriu
po edhe në natyrën e vetë, edhe sigur të ketë besim, thot, shpresa vdes e fundit, mbase rikthehet, mbase e kanë shumë të vështirë që të pranoj protokollet e mjekësisë që bëhet një elektroencefalogram, del 0, del negative, del truri ka vdekur. Bëhet e dyta, bëhet e treta sipas protokolleve që kanë në Komunitetin Evropian. Dhe pastaj, edhe nëse ti nuk jep lejen, në Komunitetin Evropian është që ti sa je gjallë në kartën tënde të identitetit duhet ta kesh deklaruar që nuk do që organet e tua transpletohen. Nëse nuk e ke deklaruar dhe je i rritur, e ke kaluar moshën 18 vjeç, nëse ndodh një aksident i tillë ti marrin, sepse ka më shumë nevojë për të tjerët. Dhe kjo mbase është një thirrje që gradualisht, unë e kuptoj që nuk ka për ndodhur as sot as nesër, por do që kërkoj kohën e vet. edhe neve si shqiptarë të fillojmë ta pranojmë faktin që edhe unë, domethënë, jati i këtij djali pavarësisht se nuk është realizuar e sigurt, por më bëri përshtypje pikërisht për këtë gjë, një shqiptar i cili thot një gjë të tillë është për t'u admiruar. E vërtet, ishte e vërtet. Profesor, ndalemi pak tek problemet e zemrës tek fëmijët. Dua ta prek këtë çështje sepse duke patur parasysh që sot çiftet e reja të cilët pasi janë vaksinuar sillin jetë një fëmijë, a ka riskje që këta fëmijë mund të lindin me probleme në zemër? Dhe një pyetje që ndoshta mund ta bëjë çdo teleshikues, a mund të konstatohet një problem në zemër qysh në fetus? Ka arritur shkenca deri këtu? Po, për vitesh. Nuk ka të dhëna që fëmijët deri tani të paktën që fëmijët ose lindja e tyre të kenë një lidhje ose anomalitë e tyre të kenë një lidhje me vaksinat. Deri tani nuk ka një lidhje të tillë. Por ajo gjë që dihet është që proteina spike që prodhohet nga vaksinat e kalon placentën, nga të rrallat gjëra që e kalojnë. Se placenta e nënës është një si mbrojtëse midis organizmit të nënës dhe fëmijës. Aq mbrojtës është sa as viruset nuk arrin dot ta penetrojnë. Ashtu sikurse jepet edhe me qumshin e nënës, po kjo protein spike te fëmia. Por nuk ka të dhëna që kjo të jetë lidhur me anomali kongenitale, pra me anomali të lindura gjenetike të zemrës. Ajo gjë që është e rëndësishme dhe që shqiptarët duhet i bëjnë një herë pyetje vetes dhe nuk e kuptojnë, shikojmë shumë emisione dhe nuk bëhet kjo, që si ka mundësi kemi një proliferim të klinikave të IVF-it në Shqipëri, të fekondimit artificial ose fekondimit in vitro, ndërkohë që domethënë shqiptarët kanë patur një pjellori nga më normalet, si komb. Ndërkohë që sot kudo që të shikosh IVF, fekondim artificial, dhe akoma edhe gazetarë nuk e bëjnë këtë pyetje. Nuk e bëjnë këtë pyetje. Po sigurisht, sepse klinikat hapet, sepse ka kërkesa, sepse nuk ka fekondim normal, nuk lindin normalisht. Kjo është një pikë pyetje e cila duhet ngrihet dhe duhet studiuar nga ata që janë specialistë në këtë fushë. Rasti i parë ka qenë në vitin 2004, kur profesor Glozheni ka sjellë një jetë dy binjake, por nga ai vit dhe deri në sot janë rritur shumë rast. Atëherë ka qenë vetëm rasti i parë në vitin 2004, ndërsa sot janë rritur ndjeshëm, janë rritur shumë kërkesat e çifteve të cilët duan të sjellin jetë një fëmijë dhe natyrisht pas përpjekjeve të shumta i drejtojnë këtyre klinikave. Eksakt, po kjo është një pyetje e cila kërkon një përgjigje. Çfarë ka ndodhur? Ka ndryshuar në një gjë, se nuk ka ndryshuar gjë. Neve jemi po ata që ishim para 20 vjetësh, si prindrit tanë. Pra ka një ndryshim dhe ky duhet studiuar, cila është arsyeja. Ndërkohë që përsa i përket anomalive të lindura të zemrës, këto identifikohen që në jetën fetale, pra që në bile ka dhe kirurgji intrafetale. Mundet në Shqipëri të realizohet? Në Shqipëri kjo nuk realizohet, por përsa i përket kirurgjive mbas lindjes, neve operojmë neonat, që javën e parë, ose që muajin e parë. Këto arrin të diagnostikohen në shumicën dërmuese të rasteve gjatë jetës intrauterine. Gjatë shtatzanisë, nëna duhet bëjnë në mos gaboj duhet jetë muaj 7-8, duhet bëjnë atë që quhet një eko morfometrike. Pra që nuk është një eko e zakonshme ginekologjike, domethënë e bebit,
por është eko e cila analizon gjithë morfologjinë, jo vetëm zemrës, por dhe të organeve tjera të bebit, i cili jep një garanci mbi 90% të mungesës së këtyre anomalive. Element tjetër është që bëhet amniocenteza, merret pak likid nga intrauterin për të parë nëse kemi defekte gjenetike. Dhe kjo bëhet që muajt e parë, sidomos tek nënat të cilat kanë një moshë pak më të avancuar se sa që është normalisht. Pra sa më e lartë jetë mosha e nënës, aq më tepër rritet probabiliteti për të patur anomali kongenitale. Dhe gjitha këto kanë bërë që anomalit kongenitale të reduktohen ndjeshëm edhe në Shqipëri. Pavarësisht se jo të gjitha gratë e bëjnë këtë ekomorfometrike, por është një përqindje e madhe që e kryen. Dhe mbase një thirrje për publikun është që nënat shazan duhet ta kryejnë patjetër këtë ekomorfometrike për të parandaluar këto anomali kongenitale. Sigurisht në raste të tilla është kur anomalit janë të rënda, sugjerohet aborti i fëmijës. Pasi jeta e këtij fëmije pavarësisht ka qenë shumë e vështirë për të dhe për familjen e tij. Por ndërkohë që jo të gjitha anomalit kongenitale çohen drejt abortit, ka anomali, prandaj dhe është shumë e rëndësishme për të kuptuar është një anomali e rëndë, e cila do kompromentoj të ardhmen e këtij fëmije, apo është një anomali e cila me një operacion zgjidhet dhe ecurinë ka normale si gjithë njerëzit e tjerë. Shumica e këtyre anomalive trajtohen në mënyrë perfekte dhe fëmijët bëjnë jetë më së normale si gjithë të tjerët, por përqindja e tyre është ulur ndjeshëm në gjithë botën, sigurisht, por edhe në Shqipëri ka filluar të ndjehet ky reduktim, dhe kjo është gjë pozitive, nuk është gjë negative. Ka filluar të ndjehet ky reduktim i këtyre anomalive, por sigurisht që e rëndësishme është që nënat shazan të bëjnë këtë ekomorfometrike, nënat shazan të një moshe të avancuar të bëjnë amniocentezën për defekte gjenetike, dhe menjëherë sa lind fëmia, nëse ka shenja të qarta, nxirje, buzësh, tension të ulët e tjerë, shumë shenja të tilla, menjëherë duhet të kryej ekon dhe duhet kryej gjithë ekzaminimet për të diagnostikuar cila është anomalia, por edhe nëse nuk e ka, e mira do të ishte që brenda 3 muajve të parë edhe një fëmijë i shëndetshëm duhet të kryejë një kontroll të tillë për të evidentuar nëse ka qoftë edhe një anomali të vogël e cila thjesht ka nevojë për kontroll të vazhdueshme, duke e lënë për shembull ka vrima në zemër, defektet që neve i themi apo populli i njeh si vrima në zemër, mund të jetë një gjë e vogël e cila mund mos ketë nevojë për ndryrje, po duhet mbajtur gjithkohës në kontroll. Cila është mosha më e vogël që keni ndërhyrë, profesor? Po, unë në Itali kam bërë, është edhe publikuar ky rast. Mosha më e vogël ka qenë edhe sapo lindur, mosha më e vogël ka qenë një ductus botali në një fëmijë prematur 1.8 kg. 1.8 kg mund të ndërhyet? Po, mund të ndërhyet. Por ajo gjë që me një farë mënyre më dha një kënaqësi të veçantë është që unë kam bërë bypassin në moshën më të vogël, në një fëmijë 1 muaj e gjysmë. 1 muaj e gjysmë. Dhe ky rast është publikuar dhe është bypassi në moshën më të re. Njihet në gjithë botën. Dhe ishte thjesht në Itali dhe ishte thjesht një rastësi, sepse unë sapo kisha filluar kardiokirurgjinë e fëmijëve pediatrike, i asistoja atij që u bë pastaj, ishte mentori im, mësuesi im dhe që u bë miku im, dhe mbas disa vitesh bëm edhe një fondacion së bashku në vitin 2003-2004, themeluam një fondacion në Itali që quhet The Heart of Children, i cili financohej nga familja mbretërore italiane, dhe vazhdon sot e kësaj dite, bile ishin tani përpara një jave ishin në Guajana për të bërë operacionet e fëmijëve në vendet pa zhvilluara. Dhe ka ardhur profesor Vittorio Vanini, tashmë është 85-86 vjeç, por në atë kohë, për 15 deri përpara 4 vitesh vinte
3-4 herë në Shqipëri që për të ndihmuar shqiptarët dhe fëmijët tanë. Dhe ai ishte një rast, ishte ditë fundjavë, ditë premte. Unë asistova në një operacion shumë kompleks që quhet transpozicioni i enëve të mëdha të gjakut, që ka të bëjë pikërisht me këto arteriet koronare me operacioni shkoi mirë, ai iku për weekend, unë isha roje, sigurisht isha i ri. Unë do qëndroja roje. Dhe operacioni shkoi shumë mirë, kur mbas disa orëve fëmia fillon të jep shenja infarkti. Çfarë mund të ketë ndodhur? Çfarë mund të ketë ndodhur? E fusim direkt në hemodinamik. Shikojmë arteriet koronare, njëra ishte mbyllur 100%, tjetra 90%. Dhe thras e marr në telefon. Më thot, unë jam në Bergamo, ndërkohë fëmia ishte në Masa. Çfarë duhet bëjmë? Mirë, unë po nisëm, tha, po ndërkohë ti futen në sallë të operacionit, bëhe gati. Duke e futur në sallë të operacionit, baby bën arrest. Këtë ishte, bënte infarkt. Dhe e fusim në atë organin artificial, e stabilizojmë, edhe isha vetëm unë me një asistent tjetër, po pristim, ai ishte 400 km larg. Dhe anestezisi më thot, duhet bërë diçka, unë zgjedh bëja gjë tjetër veçse bypass në atë kohë, se sa kisha. Dhe rezultoi. Dhe thash unë vetëm këtë ditë bëj, atë të bëjmë, e bëm. Dhe rezultoi. Morëm 2 mamarët dhe kur erdhi Vanini, tha nuk është e mundur. Fëmia ishte në terapi intensive, mbas një javë i bëm ekzaminimin, koronarografin, për të parë këto arteriet mamare që kishin bërë neve 2 bypasset, të cilat ishin perfekte, dhe u publikua si rast nga gjërat më interesante. Po, domethënë ky është edhe një lloj guximi. Është edhe një shembull që kirurgët duhet të kenë një formim në 360 gradë. Dhe çdo gjë pavarësisht mund të shërbej edhe pse nuk është asaj fushë. Sepse neve ka tjerë kirurg që merren me transplantet, ka tjerë kirurg, domethënë super profilizohemi. Ka kirurg që merren vetëm me bypasset, ka kirurg që merren vetëm me fëmijët, etj. Por formimi duhet të jetë gjithashtu, sepse si ndodh që në një rast ekstrem kur ti në njërën teknik mund mos kesh shumë eksperiencë, sepse varet nga momenti i trajnimit që ti, atëherë mund të përdorësh diçka tjetër për të shpëtuar jetën. E kuptoj. Po rasti më i vështirë gjatë gjithë këtyre viteve që keni operuar, profesor, e mban mend? Unë kuptoj që kanë qenë me dhjetra operacione. Kam patur shumë tillë, sepse shiko, gjithë operacionet në zemër janë vështira. Nga më i thjeshti që neve kemi. Në momentin që ti fillon dhe i kategorizon ky është i thjesht apo ky është i vështirë, në atë moment ti ke firmosur dështimin tënd. Sepse zemra ka një gjë që të realizohet ky operacion duhet ndalohet puna e zemrës dhe mushkërive dhe funksionimi i këtij organi artificial që quhet qarkullimi ekstrakorporal kompromenton gjithë organizmin, se gjaku shkon gjithë organizmin. Por gjithsesi ka operacione shumë problematike, janë çarjet e aortës, sikur se thash që unë të parin deri në vitin 2007 nuk bëheshin në Shqipëri, distin. Të parin unë e kam bërë në janar të vitit 2007 dhe bypassi për herë të dytë apo për herë të tretë. Ka shumë operacione tjera, por operacionet më problematike janë ato kur zemra nuk e merr veten dhe kirurg ka qelluar edhe këtu në Shqipëri më radh, por ka qelluar që të rish edhe 48 orë në sallë të operacionit pa dalë nga ajo dhe duke bërë shkëmbim me kolegun, duke fjetur 2 orë në poltronat e atyre, se çdo sallë operacioni ka një vend mbledhje të mjekëve, edhe duke u qetësuar 2 orë, pastaj duke u futur përsëri. Kështu që janë të panumërta. Janë raste shumë të vështira. Janë të vështira, po janë të shumta fatkeqësisht. Edhe ajo gjë që e rëndësishme është determinacioni i kirurgut. Keni parasysh që kur pacienti është me gjoksin e hapur, ai aty ka mbrojtës vetëm Zotin dhe kirurgët që janë duke punuar në të. Dhe pa edhe kirurgët janë dora e Perëndis, kur e thonë, nuk është se ata janë pjesë e këtij rebusi të madh që është jeta.
Dhe në atë moment ai ka nevojë për ai njeri që e ka lënë veten e vet në duart tuaja, ai ka nevojë për një determinacion, për një luftë të skajshme dhe pa kompromis. Dhe ti në atë moment duhet luftosh deri në fund, edhe përtej asaj që thot shkenca, ti duhet luftosh sepse edhe përtej mundet ta gjesh jetën. Do më thonë neve bëjmë, kur zemra nuk e merr veten, bëjmë një tentativë, 2 tentativa, 100 tentativa. Dhe nga ndonjëherë ka ndodhur që edhe përtej logjikës shkencore, pacienti është rikthyer. Dhe sigurisht satisfaksioni është i jashtëzakonshëm, por që e gjitha varet nga ai determinacioni jo vetëm i kirurgut, i gjithë ekipit, janë anestezistët, perfuzionistët e tjerë, për të luftuar deri në momentin kur ndahet shapi nga sheqeri, domethënë sigurisht kur s'ka më kuptim, ndodh shumë rrallë në sallë të operacionit që me gishtat e dorës që pacienti të humbi jetën në sallë të operacionit. Por kjo ndodh. Ndodh padyshim dhe ndodh shumë shpesh që zemra mos të reagoj pozitivisht dhe që ka nevojë për ndihmë, dhe këtë duhet ta kuptojnë në fakt të gjithë ata që na ndjekin, sepse shpesh herë sigurisht me ose pa të drejtë, por kjo kuptohet, është njerëzore. Pastaj i vendosim gishtin tek mjekët, i akuzojmë ata, shpesh herë tjetërsohemi duke përdorur edhe fjalë fyese për ta. Pra duhet kuptojmë që shkenca ka evoluar, por natyrisht shpesher trupi i njeriu është edhe shumë është aq kompleksa. Shiko, mjeku nuk mund të jetë zoti. Mjeku është një vegël e tij, është një vegël sigurisht e tij dhe e shkencës. I pajisur me i cili duhet luftojë padyshim që këtu nuk duhet të ketë kompromis, që mjekët duhet luftojnë deri në fund për jetën e pacientit, e kujdo qoftë. Por tek e fundit nuk është zoti, nuk është mjeku që e vendos kush do jetoj apo kush do vdes. Është dikush tjetër. Ata janë thjesht një makinë në kuptimin e mirë të fjalës, e cila duhet luftojë deri në fund për jetën e tyre. Dhe sigurisht është një luftë ku mjeku konsumon veten e vet, sidomos kardiokirurgu. Konsumon energjitë e veta, konsumon edhe vitet e tij atjetër, sepse unë nuk besoj se ekziston unë kam operuar në 3 kontinente dhe nuk kam njohur në një kardiokirurg që të ketë ta marrë me lehtësi operacionin. Balzaku ka një shprehje ku thotë çdo mjek ka varrezën e vet. Dhe çdo varrezë rëndon mbi ndërgjegjen e secilit prej nesh. Sepse fatkeqësisht edhe unë do doja të isha një mjek që të më jetonin gjithë pacientët. Të kisha 100%, por nuk është kështu. Për fat keq, ne kemi humbjet tona, edhe pse të rralla, por që na lëndojnë në shpirt për tërë jetën tonë. Dhe shpesh herë edhe i kujtojmë. Mbase i kujtojmë më shumë edhe se familjarët e tyre, sepse është një lidhje instinktive që krijohet. Ndërkohë që familjarët e kujtojnë të afërmin e tyre, edhe unë jam familjar, edhe unë kam humbur njerëz të mi, dhe kujtojmë momentet më të bukura, fatmirësisht natyra e ka bërë këtë. E kuptoj. Momentet kur kemi gëzuar me njeriun tonë etj. Mjeku e kujton në mënyrë thjesht rastësore dhe e lidh me momentet më të rënda të atij individi. Dhe kjo të jetë e kuptueshme për çdo familjar që ka humbur njerëzit e vet fatkeqësisht, që nëse ata e kujtojnë për mirë njeriun e tyre, është dikush që atje që kur ata nuk e kanë mendjen fare, i kujtohet jo për mirë, por përsëri të dy palët e kujtojnë. Janë të dyja palët aleat në këtë luftë. Unë e kuptoj që njeriu e ka më të thjesht, edhe unë, kur kam humbur njeriun tim, 29 vjeça, edhe unë mendoja që mos ta mjekët bën diçka gabim, mos duhet ta bënin më pak të ilaçin apo më shumë etj. Është njerëzore, është natyrshme. Ta mendoshin gjë të tilla. Por që këtu të fillosh të anatemosh atë njerëzit të cilët janë përpjekur, i kanë padur duar deri te bryli brenda trupit njeriu ton për të luftuar për jetën e tij, unë këtë nuk do ta pranoja. Kjo nuk është gjë e mirë.
Doktor, të bëj një pyetje që ndoshta mund duket naive, po vi në mendjen e çdo teleshikuesi. Si mund të kujdesemi ne për zemrën, që është një organ i brendshëm që nuk e shohim? Ndryshe ndodh me lëkurën, që është organi më i madh i trupit tonë dhe që e shohim edhe mund bëjmë çdo gjë me të. Madje i kushtojmë ndoshta ndonjëherë më shumë rëndësi. Po për zemrën si duhet kujdesemi në të përditshmën tonë? Zemra në radhë të parë ka nevojë për gjithë atë aspektin e jetës së shëndetshme, aktivitetit fizik, ushqimit të shëndetshëm etj. Por mbi të gjitha zemra ka nevojë ekskluzivisht për kontrolle periodike. Pra, që do të thotë që për meshkujt mbi 40 vjeç, si duhet të bëjmë këto kontrolle? Për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për gratë mbi 50 vjeç, një herë në vit ata duhet bëjnë një kontroll jo të plot, po minimal kardiak, i cili ka nevojë për një elektrokardiogram, për një eko zemre, për një eko të karotideve dhe për një biçiklet, ato që në gjuhën e popullit quhet biçiklet, por që është stres test. Pra edhe kur ti je i shëndetshëm plotësisht, një herë në vit është e mira të kryen këto gjëra së bashku me analizat e gjakut për të parë nëse yndyrnat si janë, diabeti, sheqeri, gjithë gama e këtyre si thuash elementëve të cilët qarkullojnë në gjakun tonë dhe që ndikojnë në mënyrë direkte në zemër. Cigaria nuk duhet eliminuar maksimalisht. Sigurisht kjo është e vështirë për njerëzit për ta pranuar, por që e mira do të ishte dhe sigurisht mos ta pinin dhe sigurisht elementi tjetër është stresi. Tani, nuk mund t'i thush do të njerëzve mos keni stres, është çik pa kuptim kjo, por që duke kuptuar këto faktor rreziku të rëndësishëm, sigurisht janë dhe faktorë të tjerë, është faktori gjenetik, ai që ka prindërit apo vëllezër, motrat të cilët kanë patur infarkt apo sëmundje në zemër, është më i prirur të ketë po ai, është tensioni i lartë etj. Por këto faktorë rreziku duhet që për të eliminuar, unë e kuptoj që nuk mund të eliminohen, por të reduktohen, të minimizohen sa të jetë e mundur dhe këto kontrolle duhet jenë në periodike. Doktor, mund t'i këshillojmë edhe, sepse tha mosha 40 për burra dhe 50 për gra, po duke patur parasysh që është rritur ndjeshëm, është ulur mosha e personave që preken nga sëmundjet e zemrës, mund t'ua rekomandojmë edhe moshave më të reja një kontroll të tillë? Shiko, ka grup mosha të reja të cilat duhet patjetër, për shembull, ka njerëz të cilët bëjnë sporte të rënda. Po. 15 kilometra vrap në ditë. Duhet bëjnë një kontroll në zemër. Pa dyshim një herë në vit, minimalisht një herë në vit. Jo, po unë bëj vrapë dhe unë jam mirë. Jo, nuk është kështu. Sepse ata sportistët, futbollistët që vdesin në fushën e sportit, edhe ata bëjnë shumë sport. Se janë ndoshta gabime që i bëjmë edhe nga padia. Unë humba një shokun e tim të fëmijërisë, jo më shumë se një vit më përpara, një vit e mund të ketë diçka. Edhe disa muaj para se ndodhte, më thotë, pim një kafe, më thotë, Edvin, kisha kam një shqetësim. Po hajde i thash të shikojmë. Tha, e mirë, tha do vi, tha, po unë bëj vrap nga liçeni, tha bëj 10 km vrap. Po mirë, thash, po ti si e kontrolluar një herë. Pastaj ndodhi që i vdiqi ati, u harrua, nuk e erdhi. Dhe neglizhoi. E vdiq, pastaj vdiq vetë. Një ditë përpara kishte bërë 17 km vrap. Pra dhe ata që merren me sport duhet jenë shumë të kujdesshëm për të bërë një kontroll. Ata që kanë një familiaritet po ashtu. Pastaj kemi edhe të rinj të cilët mund të kenë faktor rreziku shumë të mëdhenj. Për shembull, njerëz të cilët bëjnë jetë sedentare, janë obez, yndyrnat e larta, pinë cigare, etj. Alkooli po ashtu. Sigurisht edhe 30 vjeç duhet vinë të kontrollohen. Ne kemi pacientë të cilët për shembull, unë kam pacient që kam bërë 4 bypass në moshën 25-26 vjeç. Janë tregues që asnjëri nuk është i përjashtuar nga rreziku, por sigurisht kur ne flasim për një risk të përllogaritur, të kalkuluar, atëherë kjo rritet në mënyrë eksponenciale mbas moshës 40 vjeç. Sigurisht që edhe më përpara, por duke patur parasysh që ne kemi një sistem shëndetësor i cili nuk është se na lejon kontrolle rutinore etj, sepse çdo gjë ka kosto, më kupton? Atëherë mundohemi që të jemi më të prirur të shkojmë tek fashat më të riskuara, më kupton? Më kuptoj.
Dhe kjo është e tëra. Doktor, unë të falenderoj, do doja pafund të mbaja sepse Faleminderit ju. biseda ishte shumë e këndshme, të falenderoj shumë për gjithë kohën që na kushtove dhe edhe një herë të gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur, do t'ju jepja mundësinë që të kontaktonin me doktor Edvin Priftin, se është një mundësi shumë e mirë kur ai vjen të paktën një herë në muaj në qytetin e Korçës për të kontaktuar me të, po sigurisht edhe gjithë kolegëve tuaj në Spitalin Civil të Korçës që kanë mundësi të bashkëpunojnë me një profesor të nderuar, me një kërkues shkencor, me një duarart siç e quajnë vetë pacientët e tij, për të bashkëpunuar për të mirën e pacientëve. Ishte privilegj për mua që të kisha në studio dhe natyrisht një falënderim i veçantë nga ana e gjithë teleshikuesve për këshillat, por natyrisht edhe për gjithë eksperiencën tuaj që ndatë me ne. Faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi për mua në këtë intervistë ekskluzive të kisha profesor doktor Edvin Priftin, një kardiokirurg të shkëlqyer që kemi fatin ta kemi në Shqipëri, por jo vetëm edhe në qytetin e Korçës. Natë mirë për sonte.